Evropa përjetoi këtë verë ditë vërtet të vështira, për shkak të flakëve që përfshin disa rajone. Mbi 1 milion hektar tokë është djegur përgjatë muajve të nxehtë, duke shënuar një rekord vërtet negativ. Spanja dhe Portugalia ishin vendet që u goditën më fort, me një total prej 2/3 e sipërfaqes së djegur në gjithë Evropën. Por gjithashtu, me situatë të vështirë u përballen edhe Greqia, Turqia, Çipro, Franca, Italia e Rumania. Studimet thonë se shkak kryesor janë ndryshimet klimatike, që kanë shtuar valët e të nxehtit dhe thatësirën. Në këtë panoramë dramatike, Evropa është detyruar të rrisë kapacitetet e saj të reagimit. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë shtuar flotat ajrore me më shumë avion dhe helikopter zjarfikës, kanë krijuar njësi të posaçme për ndërhyrje të shpejtë dhe janë vendosur sisteme më të sofistikuara të monitorimit satelitor për të identifikuar vatrat që në momentet e para. Po Shqipëria ka pasur situatë problematike nga rënja e zjarreve në pyje dhe kullota? Sipas sistemit evropian të informacionit të zjarreve në pyje, këtë vit në Shqipëri janë djegur rreth 59.000 hektar, 22% më shumë krahasuar me vitin 2024. Situata me zjarret në muajt korrik dhe gusht ishte kaotike, madje flakët ju afruan zonave të banuara në Delvin, Poliçan dhe Kanin. Dhe sa herë që shohim këto pamje të tmerrshme, nuk mungon as panorama tjetër. Punonjës të Agjencisë së Mbrojtjes Civile dhe ushtarë të raskapitur që tentojnë të shuajnë flakët me mjete rrethanore. Por është primitive kjo metodë, cila fatkeqësisht edhe pas dekadash kur këto forca përballen me zjarret qëndron e njëjta? A ka pasur tentativa për modernizimin nëpërmjet një strukture të mirë organizuar? Në realitet, në vitin 2019, Shqipëria riorganizoi Drejtorinë e Emergjencave Civile, duke krijuar një agjenci të posaçme në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ishte përgjegjëse për mbrojtjen civile dhe zvoglimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore për të gjithë territorin e vendit. Ndërkohë, buxheti për financimin e përballimit të emergjencave u tetëfishua nga 7 në 55 milion euro për vitin 2025, një pjesë që ndahet si transfer në ndihmë të bashkive e një pjesë për të blerë mjete dhe pajisje për agjencinë në rastet e fatkeqësive natyrore. Por me sa duket këto para më shumë u shpenzuan për të hartuar plane e strategji, sesa për të blerë materiale që vinë në ndihmë kur këto fatkeqësi ndodhin. Në të njëjtën kohë kur Evropa bën hapa para duke blerë dhe shtuar mjetet efikase për të përballuar situatën e pazakonshme me zjarret, avionët zjarfikës janë ata që luajnë rolin kryesor në betejën përballë flakëve, të manovrueshëm, të shpejtë dhe me efikasitet në furnizimin me ujë. Por kjo për ne është ende utopi, sepse vendi ynë nuk ka siguruar akoma një flotë ajrore që vjen në ndihmë të emergjencave. Dikush mund të pretendojë se Shqipëria nuk mund ta përballojë koston e tyre. Por sa kushtojnë të vërtet avionët zjarfikës? Nëse kërkojmë në internet, avionët e specializuar zjarfikës që përdorin vendet fqinj janë të llojit Canadair ose Aircraft Tractor Fireboss, ndërsa të parët kanë çmim më të lartë dhe kanë më shumë kosto për mirëmbajtje. Avionët e tipit Aircraft Tractor Fireboss janë diçka më e përballueshme. Prodhimi më i ri i kësaj marke është ai i vitit 2024 me 3 sisteme shuarje, 3 valvula, pompë për shpërndarjen e ujit dhe me depozit 3000 litra. Ky prodhim kushton 1.8 milion euro, por ka edhe modele me çmime 1.4 dhe 1.3 milion euro. Kështu të shkruara, a duken sërish çmime të papërballueshme? Atëherë po ua sjellim në një formë krahasimi. Një avion i tillë kushton 2 herë më lirë se parku edhe në kryeministri, dhe meqense po flasim për kryeministrin, gjatë fushatës elektorale të këtij viti, zoti Rama e bëri të zgjidhur problemin e avionëve zjarfikës. Duke filluar nga kjo verë, janë bërë marrëveshjet 2 avion zjarfikës në dispozicion, në gatishmëri për ne papritur që të vijë nga një vend apo nga një vend tjetër. Siç mund ta imagjinoni, avionët nuk erdhën, pavarësisht se ky ishte një premtim i ricikluar nga vitet e mëparshme. Sepse në fillim të 2023-shit, teksa prezantonte synimet për vitin e ri, ish ministri i mbrojtjes Niko Peleshi premtoi të njëjtën gjë. Një kredi prej 31 milion euro marrë nga qeveria italiane do të ratifikohen në parlament dhe do të fillojë zbatimi gjatë vitit që vjen për të mbështetur gjithë sistemin me zjarfikse, me mjete të tjera, me pajisje. Parashikojmë që të pasurojmë edhe flotën e mjeteve ajrore me 2 avion, të cilët nuk janë ata avionët e mëdhenj Canadair, të cilët kanë një vlerë shumë të madhe, por janë më modeste, po themi, në kosto, më të manovrueshme dhe më të përshtatshme për situatat tona të zjarreve. Deklarata e Peleshit lidhet me vitin 2019, pas goditjes nga tërmeti
26 nëntorit, kur qeveria e Italisë përmes International Cooperation ofroi një ndihmë me vlerë 95 milion euro, e cila ndahej në 5 milion euro grante dhe 90 milion euro kredi e butë me interes të ulët. Marrëveshja mes ambasadorit italian Fabrizio Bucci dhe ish-ministrit të shtetit për rindërtimin Arben Ahmetaj u firmos më 11 gusht të vitit 2020 për t'i hapur rrugë marrjes së kredisë në fushën e fuqizimit të emergjencave civile, rritjen e kapaciteteve për përballimin e fatkeqësive natyrore dhe përmirësimin e infrastrukturës së energjisë dhe asaj portuale. Kontributi në formë granti 5 milion euro, ndërkohë kontributi në formë kredie, ndihme me një interes jashtëzakonisht shumë modest, prej 90 milion euro, nga të cilat 30 milion euro për zhvillimin e programeve në sektorin e mbrojtjes civile, me qëllim krijimin e një flote të re të mjeteve të emergjencës. E po me gjithë këto para në xhiro, duket se kësaj radhe do të kishte vend për avionët zjarfikës. Ore, edhe një të paktën. Por nuk ishte, e thënë, sepse kjo marrëveshje për të cilën më pas u punua edhe nga Ministria e Mbrojtjes mbeti në letër. Kuvendi i Shqipërisë nuk ka asnjë marrëveshje borxhi të ratifikuar dhe po ashtu asnjë gjurmë nga kjo kredi nuk rezulton në regjistrin e borxhit që mban Ministria e Financave. Sot askush nuk e di pse ky fond kaq i rëndësishëm dhe që do të shpëtonte sipërfaqe të tëra pyesh, madje në shumë raste edhe jetë njerëzish, nuk u përdor asnjëherë për blerjen e mjeteve në rastet e emergjencës. Por zoti Peleshi dhe kryeministri Rama nuk janë të vetmit që kanë dhënë fjalën për blerjen e avionëve zjarfikës. Të njëjtën gjë bëri edhe ministri aktual i mbrojtjes Piro Vengu gjatë muajit gusht të këtij viti. Ne kemi angazhuar fonde dhe kemi realizuar dhe procesin për blerjen e 2 avionëve zjarfikës. Janë alokuar fondet, kemi buxhetin dhe kemi realizuar dhe procedurën për blerjen e 2 avionëve. Meqense fondet nga marrëveshja me Italinë nuk janë përdorur, është e natyrshme të pyesim se si është realizuar blerja e avionëve që përmendi zoti Vengu. Nëse kontrollojmë në sistemin elektronik të Agjencisë së Prokurimeve Publike, nuk ka asnjë gjurmë të ndonjë tenderi të zhvilluar për blerjen e avionëve shumërolesh. Mungon po ashtu edhe fondi në buxhet për KTZ në pjesën e investimeve kapitale për emergjenca civile, dhe nëse procedura do të kishte qenë sekrete, do të ishte bërë minimalisht njoftimi i fituesit. Asnjë gjurmë të tillë nuk ka as në shpenzimet që bën përmes sistemit të thesarit Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Ministria e Mbrojtjes. Ndaj askush nuk e di nëse për vitin tjetër Shqipëria do të ketë flotë ajrore për mbrojtje nga zjarri. Dhe nëse jo, kur do të jetë gati kjo flotë? Mirëmëngjes zoti Vengu, Lorena nga Piranja, duke marrë shkas nga situata e vështirë me zjarre gjatë verës së këtij viti, kur do të vinë avionët zjarfikës? Do kemi mundësi të bëjmë deklarata dhe të tregojmë dhe ecurinë e të gjitha punëve të gjithë programit të qeverisë. Është bërë procedura e blerjes sepse ju keni të realizuar. Si është realizuar, me çfarë fondesh, zoti Vengu? Deklaratat nuk i shuajnë zjarret, zoti Vengu.